Sot shënohen 28 vite nga tragedia e Otrantos ku humbën jetën 83 persona. Një nga ngjarjet më të dhimbshme që sot vijone përkujtohet nga familjarët e tyre, e konsideruar si ndodhia më tragjike. Familjarët e viktimave nuk kanë munguar që dhe në këtë 28 mars të vendosin kurora dhe buqeta me lule në varrezat, ndërsa përkujtohet kështu ngjarja e rëndë. Ata pranojnë se do t'i përkujtojnë në çdo moment, por dhe duke kërkuar që kjo ngjarje të ketë vëmendjen e dur, qoftë dhe me një ceremoni të thjeshtë për të kujtuar të gjithë ata që humbën jetën në vitin 1997 në kërkim të një jete më të mirë. Kunatin, nipin dhe nusën. Kemi gjetur të drejtën, vjoni të luftoni? Jo, si kemi gjetur asgjë ndes e drejta. Nuk e di. S'na mbështet, si mbështeti shteti, sa dora. Të vjoni të luftoni për Patjetër. 88 vjet më vonë që kanë humbur jetën në kanalin e Otrantos, motra me gjithë nipin. I kujtoj me mall, sa të jemi dhe të ashu, ata do të mbeten të paruar në zemrat tona. Po duhet të ketë çik kështu mobilizim, domethënë dhe në anë e shtetit për t'i përkujtuar, se jeni ju të vetmit gazetar që vini edhe na kujtoni këtë datë të shënuar. Duhet të kishte ndoshta një ceremoni sot? Po, sot për këtë jemi, duhet të kishte një ceremoni që dhe shteti ta kujtoj se janë gjitha të rinj dhe të reja që humbën jetën në kanalin e Otrantos. Vllai, nusja, nipçe i vogli, të tretë. Sot jemi shumë vite më vonë. Po dhe do zgjasi kjo, s'ka për të mbaruar. Çfarë përkujtoni sot? Çfarë do përkujtojmë, pak të mos të harrohen. Ja këtë bëjmë që vim vit për vit. Mos të harrohen, që shteti i ka harruar. Që kur të mbytë italiani edhe të gjukon italiani. Nuk kemi gjetur asnjë të drejtë. Asgjë prej gjë. Deri tash jonjë. Ne ju atë ju vjoni, mbeteni pranë tyre. Po ne këtu dorim se s'kemi ku të vëmë. Dhe sa të jemi gjallë do vim, do i shikojmë. Vajzën me fëmijë dhe me burr. Sot jemi shumë vite më vonë me atë dhimbjet e kjo. Dhimbjet nuk e kin asnjëherë. Pero kryesorja është që ne nuk njemi as i prindër që na kanë mbyllur një derë, sepse hapë një shtëpi të re. Donin të jetonin sa më mirë. Ndodhi si ndodhi, po ne nuk na një njëri as i prindër që jemi prindër e këtyre viktimave. Ju vjoni të luftoni, të kërkoni të drejtën tuaj. Vjojmë të luftojmë të gjitha dokumentet që kemi çuar, më në fund na thanë që për mungesë dokumentash nuk u bë asnjë gjë. Se si e kanë tash këto ligjet italiane, i dinë ata gjërat. Këtu s'po luftojmë, s'kemi ku të vëmë, ku të shkojmë. Ju sot keni ardhur në Italia për të... Po, për përkujtimin e fëmijëve. Ngjarja e rëndur regjistruar në 28 mars të vitit 1997, ndërsa anija Kateri Radës me 142 persona në bord të nisur nga brigjet e Vlorës u godit nga anija italiane Sibila. Një nga tragjedit më të rënda ku humbën jetën 83 persona, mes tyre të rinj e fëmijë.